Më kujtoni ju që t'ju kujtoj juve që të ndoshta mu nal pak. Faktikisht Allah kur thot do t'ju kujtoj juve, jo vetëm me emër, po edhe me ndihmë ose me shpërblim, apo jo? Po. Po është mos e vërtet se ju kujton kur kim nevojë më shumë ti. Me automatizëm nuk kupton, përmend me ndihmë, me mbështetje, me përkraje, kur ti ndoshta kjup shpresat, ndërsa Allahu i madhëruar e ka regjistruar, e ka pas në evidencë që ke përmend, kët kredibilitet ka për ta ndihmuar tyje ku ti ndoshta ti as që të bjen dërmend tyje, Allah i madhëruar si kompenzim dhe shpërblim për hatër të atij përmendjes dhe kujtimit të Allahut, me ndihmë, me përkraje, me zgjedhje, me lloj ndihma shpirtërore, madje edhe materiale. Allah i ka thonë më kujtoni ju që t'ju kujtoj juve. Shembull, ai që e bën dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes vazhdimisht, një ditë për ditëve, si imagjinatin ato fol. Një ditë për ditëve është në autoban, edhe për pak sa bën ndeshje, e pështon Allah, pra e kujton Allah, sepse nuk e hub robin e vet i cili e ka kujtuar mëngjes edhe mbrëmje. Është e saktë kjo. Edhe kjo korrespondon bashkë me konceptin e kësaj.